Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot ditë e gjuma, Allahut na e pranoj inshallah vëllezër, Allahut na bekoj gjithë. Kemi 1500 vite që flet Allahu xhelle xhelaluhu për rrezikun e alkoolit, ndalimin, të këqijet e alkoolit, të zinas, të bigjozit, të kamatës, të gjitha smundje të rrezikshme, falli, të gjitha mashtrime, edhe Allahu xhelle xhelaluhu thot min ameli shejtan, janë nga punët e ndyrat të shejtanit mallkum. Dhe njerëzia prapa të shkojnë, domethënë për 3-4 vepra të këqija që Allahu xhelle xhelaluhu i ka ndalu, edhe mijë të tjera janë të lejuar për njerëzit, janë halal, e prap njerëzit shkojnë tek e keqja sepse dëshirojnë që të afrohen tek shejtani mallkum. Gjithë jemi dëshmitar çfarë ka ndodhur nga personat të cilët ushtrojnë alkoolin, të gjithë e dinë çfarë rreziku ka, dhe megjithatë prap njerëzit shkojnë. Ndaloni dashur, ndaloni nga alkooli, nga bigjozi, nga punët e këqija, nga zinaja, nga kamata, nga falli, gjitha, nga mashtrimi, nga rrena, të gjitha janë të këqija, të gjitha janë ndalume, të gjitha çojnë humje, të gjitha çojnë në ngatrese, në humjen e jetës, në humjen e pasurisë. Me qindra, mijëra, çifte janë të ndanë vetëm për shkakun e alkoolit, për shkakun e bigjozit. Pse me të vërtet, Allahu xhelle xhelaluhu thot, shejtani mallkum dëshiron që të mbjell ngatresën mes jush me anë këtyre veprave të këqija. Allahu ju largoft vëllezër. Allahu ju largoft. Vazhdimisht kemi folë dhe do flasim. Allahu ju largoft nga këto të këqija, pse vetë po e shohim çdo ditë sa rreziqe sjell, sa të këqija sjell. Allahu na largoft të gjithë inshallah. Allahu ju largoft të gjithë inshallah, dhe të veproni ato vepra me të cilat Allahu është i kënaqur. Xhumat begat dhe xhumat pranuar për gjithë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.